Zgjedhjet e 28 dhjetorit në Dardani janë vendimtare jo vetëm për ardhmërinë e saj, por edhe një mesazh për shqiptarët anë e mban rajonit dhe botës ku jetojnë. Që do thotë se shqiptarët dinë të progresojnë, dinë të ndërtojnë shtet. Një pyetje që më mundon, për ata opozitarë që lëshojnë mlefe kudo në rrjetet sociale apo dhe në kanalet televizive. Sikur Albin Kurti të kishte firmosur Zajetnicën 2013 dhe 15 sikur e bëri Isa Mustafa me Hashim Thaçin. Sikur Albin Kurti të kishte votuar gjykatën speciale apo me hartën në duar me Edi Ramën të korrigjonte kufit. Çfarë do të ndodhte? O njerëz, në radh parë kemi shqiptarin. Ajo është e shenjta. Partitë deshën u themeluan. Nuk duan nesër të thonë të ikim shtëpi, po shtëpia atyre është shqiptaria. E ky do të jetë ndryshimi. Ai Albin Kurti që është fitues absolut, atij duhet me atë heq frenat, mos me lënë me dalldis, sepse që është fitues, kjo është e mbaruar. Puna është si me punuaj sa më shumë, sa më drejt, dhe të bëjë atë gjykatën speciale, se thonë që ky Altin Dumani me anglezët dhe amerikanët ka shkuar atje. Dhe ato vendime që gjykata kushtetuese e Kosovës i pezullon në të mirë të shqiptarëve, ndofta këta politikanët që për 21 vjet nuk kanë mbyllur dot një mandat dhe kanë privatizuar 550 uzina fabrika me vetëm 600 milion. Këta, ku do të shkojnë ato pasuritë e tyre? Që kur kanë hall, nxjerrin flamurin OÇK. Lufta ishte luftë dhe u fitua. Paqen, atë si do ta fitojnë? Gjithë të mirët.